Thot kunati rrin tek ne, vjen për çdo natë dhe rrin thot deri vonë derisa ne të bim në gjumë. Vërteta është në shtëpinë e vllajt, vërtet është në shtëpinë e babait, por do të ketë në konsiderat se shtëpia nuk është vetëm me atyre, ka rend shtëpiak. Është mirë të di dhe të kuptoj se ka momente kur ai duhet të çohet prej atyhit dhe të kërkoj izën. Të ri aq sa përfundojnë muhabetet, por jo të e teproj dhe jo ta zëm nganjëherë dikush thotë dua pasi përfundojnë të gjitha bisedat, hajt ti përcjell me edhe këto lajme. Po lajmet i ki në shtëpinë tënde. Lajmet i ki edhe në vend tjetër dhe derisa ti shikon lajmet, sigurisht nuk është aq e nevojshme që të ketë audiencë të përbashkët për atë të shikosh me vllajën tënd dhe të jetë një kallaballok pra me shumë njerëz në shtëpi. Nuk është që këtu ka ndonjë fshehësi. Posaçërisht kemi fjalë për lajmet e orës 23 që shumë televizionet tona kanë edicione të lajmeve në atë kohë. Pra nuk është fjala për të bërë bisedë, sepse biseda i ke përfunduar më herët atë çushko dhe rrin shtëpinë tënde sa duash. Është fare normale. Pse ata përbëjnë problem? Problem përbëjnë sepse kërkohet që nusja e shtëpisë qëndroj dhe të jetë në gjendje për të shërbyer deri në fund. Këtu qëndron problemi. Dhe çka nuk kuptoj me shërby? Po se po ka shërby çaj, po se po ka shërby pemë nëse ka pas gjithçka që e ka përgatit për të gostit edhe familjarët edhe të tjerët. Por tek ne është turp fatkeqësisht që femrat shkoj të bie me flajt para të tjerëve. Dhe ndoshta nganjëherë janë më banale arsyet. Pse? Se ndoshta mos bërë edhe pak se ne edhe pak po rrim, ndoshta na vjen me qit ujë. Po kjo të ishte shërptore e paguar për ndrym të natës për të shërbyer, duhet të kemi mëshirë ndaj saj. Dhe të thuhet ndoshta sot është lodh. Pra po ta kishte ndrimin pra në ndrimin e tretë që thuhet pra për të shërbyer në atë pjesë të kohës. E çfarë kur kjo nuk është shërptore, ani pse merret me punë të anëlisrisë. Por puna për cit një gotë ujë është puna më e lehtë që këtë ditë ta bëj dhe duhet ta bëj çdo mashkull. Edhe plesh në qofshin nëse e kanë shëndetin, nëse mundën të lëvizin prej vendit tyre, nuk duhet ta marrin këtë traditë pra ti thuhet me çdo kusht, haj si kjo nusë është dhe kjo s'ka çfarë të bëj tjetër, çit ma do ujë. Madje në mënyrën urdhërore. Mënyrën urdhërore dhe poshtruese. Pra, të paktën të përdoret shprehja më butë, a ka mundësi një gotë ujë? E jo të ulet personalitet, sikur ajo kjo detyre ka, sikur ajo është sponsuar dhe për këtë paguhet. Nuk është ashtu. Ajo nuk e ka këtë detyrë, nuk ka ardhur për këtë, ani pse këto mund të jenë pjesë të punëve të saj shtëpiake. Ajo është nën dhe femra e posaçërisht nusja është zakonisht personi i parë në shtëpi që zgjohet nga gjumi, që e prish gjumin e vet. Dhe është e pamundshme që ajo të jetë e aftë çohet në mëngjes, ta zëm çohet për të falë sabahin në ora 6 dhe prej asaj kohe ajo veç duhet filloj të merret me punët e shtëpisë, nganjëherë diku të zë bukë e të ngjashme, e diku tjetër pra merret me pastrim e ku di unë prej punëve të tjera, dhe ajo mezi e pret periudhën e natës që të shkoj dhe të pushoj, në vend se ajo të shkon dhe të pushon ora 21, 22, ajo ndoshta duhet të qëndroj e fundit fare, të zgjohet e para, të bie fundit. Kjo është kulmi i zullumit dhe i padrejtisë. Pastaj fizikisht femra është më e dobët. Pse të kërkohet për një person që është më i dobët, punë më shumë dhe më të lodhshme se sa personat që janë më të fuqishëm. Pra këtu duhet të rregullohet kjo çështje. Dhe unë, sikur në rastin konkret, do të kisha 2 sugjerime. Uroj që kunati juaj
dhe çdo kunat tjetër, çdo mysafir tjetër të di ku të shkoj, kur të shkoj, sa të rri, sa të qëndroj. Pse ne sot në ditët e sotme kur shkojmë diku për të ndajt nuk e përdorim telefonin? Të kaluarën vërtet nuk kemi përdorur, po edhe s'kemi pas. Pse tash mos shikohet se a janë aty apo nuk janë aty? Nëse janë aty, a kanë dikënd aty apo nuk e kanë dikënd? Allahu në Kur'an na porosit që kur shkojmë për të ndajt diku, në kohë pa telefona, pa mundësi të merremi vesh ndryshe, dhe nëse nuk na hapet dera, edhe nëse dëgjojmë zëra brenda, edhe nëse e dim me të sigurt që është dikush brenda, nëse nuk na hapet dera, nuk kemi drejt përmi 3 herë të kërcasim dhe të thrasim pra me çdo kusht. Sepse është e drejtë e tij që edhe të mos na përgjigjet. Është e drejtë e tij e Zotit të shtëpisë të përgjigjet, të hap derën dhe të thotë urdhroni çfarë dështëm të qëndrojmë të rrimë me ju. Pra duhet ta kuptojmë kjo që ndoshta nuk duket e imagjinueshme që funksionon në shoqërinë tonë. Duhet ta kuptojmë nëse edhe na thuhet jo sonte nuk janë ende që ju jeni sepse kam mysafir tjerë, ose jam duke u përgatitur për provim, ose jam duke bërë detyra të caktuara që më nevojiten për punë, ose inxhinieri ka detyra inxhinierike të cilat i ka marrë dhe i bën në shtëpi, nuk mundet të i bëjnë në zyrën e tij, në agjencionin e tij të ngjashme. Etj. Pra është shumë normale edhe të jetë prezent, edhe të mos ketë mysafir të tjerë, edhe të ju thotë se nuk është sonte rendi që të rrimë. Kjo në shoqërinë tonë thuaj se nuk ndodh sepse ne e dimë që ai person më kur në jetë nuk vjen. Pra hidhrohet. Allahu na porosit që ne të kemi parasysh se kjo mund të ndodhë dhe është normale fare. Pra duhet i kemi kreta këto parasysh. Megjithatë, nëse kemi shku me ndajt, atëherë të mos kërkojmë shërbime deri në ora 12 apo 1 pas mesnatës, sepse fundja, nëse ti rrin me vëlla, tëndin, me bab tëndin në sallon, është mirë të ditë dhe të kuptohet që nusët nuk kanë fare faj dhe është mirë që të lirohet vendi. Nëse nga njëherë ndodhë që nusët ndoshta nuk kanë dhomë tjetër, ose për shkak se edhe kushtet e ngrohjes e bëjnë të veten, nga njëherë nusët janë ndoshta për shkak të temperaturës, për shkak se në sallon ndizet zjarr, nxehet, ngrohet dhe në dhomë të fjetës nuk ka diçka me cilën ngrohet, i ka fëmijë të vegjël dhe mund të jetë ajo që flen në sallon. Dhe ajo e shkreta tashmë nuk është në pyetje vetëm turpi se mos po shkon më herët para mysafirëve të bjen të flen, por mund të jetë të skaku, sepse vendi i saj ku ajo do të flejë është vendi ku ata qëndrojnë. Edhe këto janë raste të shpeshta. Pra këto duhet të analizohen njëra me tjetrën dhe ata që shkojnë për të ndajt është mirë të dinë të kuptojnë se kur është koha për të kërkuar. Nëse kjo është përditshmëri, atëherë ti duhet të kërkosh leje, motër nderuar, dhe gjithë ju që keni raste të tilla, prej burrit, prej bashkëshortit që le të rinë sa të rinë ata, ti të kesh të drejtë dhe të mos përgojohesh, të mos përçmohesh nëse ti shkon dhe i shikon punët të tua, kur ti me ta je marr me gjërat e tjera më të mëdha, pra sikur thash më herët, procesi i shërbimit pra me ato që janë përgatitur ka marr fund dhe ti ta shkon pushon pa kurfar problemi, do kaq leja mundsinë, hapësinën që kunati juaj në këtë rast të qëndroj dhe të vi i shpesh në familjen e babait të ti, pra ku ti ke vjerritani. Dhe kjo duhet të funksionojë kështu. Duhet të kuptohemi mirë dhe drejt në këtë mënyrë dhe të mos kemi probleme e kacafytje, e mos marrveshje, e pastaj edhe të mos bëhemi njerëz totmak të pakuptueshëm, që në vend se dikush të gëzohet që ti shkon me ndajt, kur e din se nuk din kur kërkohet iz dhe sa të qëndrosh, ndoshta mund të ishe person simpatik, por për faktin që ti i le atë natë pa gjumë, nuk gëzohen pse ti shkon. Dhe këtë është mirë që ta shqyrtosh, ta kuptosh, shikuesi nderuar, kushdo qofsh.